Ferma VIP 3 ka rrëmbyer vëmendjen maksimale që në ditët e para të nisjes së rrugëtimit të saj, ndërsa 19 fermerë kanë dhuruar spektakël, emocione të bukura, por edhe garë. Me njëherë, sapo konkurrentët u bën pjesë e lojës mbrëmjen e së premtes, u pa qartë se ky edicion nuk do të jetë thjesht një bashkëtesë, por një lojë strategjie dhe karakteresh të forta. Unë hap zyrtarisht televotimin për të preferuarin. Një televotim i hapur të premten për fermerin e preferuar pritet të ndryshojë rrjedhën e lojës. Kush do të zgjidhet më i votuari nga publiku dhe cili do të jetë avantazhi i tij në lojë? 3, 2, 1, fillo! Një tjetër pikëkyçe e spektaklit pritet të jenë sfidat. Pas provës së parë në pishinë mes xhesit dhe tenit, këtë mbrëmje mund të shohim sfida të tjera fizike ose mendore, të cilat jo vetëm do të testojnë aftësitë, por edhe bashkëpunimin në grup. Pikërisht këtu do të dallohen liderët e parë të fermës. Pasi natët të parë plot ritëm, hyrje spektakolare dhe dinamika të menjëhershme mes fermerëve, mbrëmja e dytë e Ferma VIP 3 pritet të vijë edhe më intensive, duke thelluar historitë që sapo kanë nisur të marrin formë. Ferma VIP do të transmetohet live në orën 21 në ekranin e Vision Plus dhe 24 orë në 7 ditë të javës në 2 kanale të dedikuara si dhe në profilin zyrtar në YouTube. Po patur, mund të aterim. Unë pas të më zhjithë. E more ti? Që do? Po si mund të therash?